Deklaratat e shefes së diplomacisë BE Kaja Kallas se duhet gjithë përfshirje politike në përmbushjen e reformave. Sipas kryetarit të Partisë Demokratike Sali Berisha, fakton se kryeministri Edi Rama po mashtron shqiptarët. Në një deklaratë për mediat në Selim Blu, kryedemokrati u shpreh se qëndrimi i Kallas tregon se nuk është Partia Socialiste e vetmja forcë që mund të integrojë vendin në Union. U thash shqiptarëve, unë nuk kam punë me ato që thotë ky. Ato janë ambicet e tij. Atë mashtrimet e tij me fjalë tjera, po s'mund thoshte mashtrime se kishën krah. Teksa dha detaje lidhur me takimet e tij në Strasburg, Berisha u shpreh se lidhja e krimit me qeverinë aktuale ishte shqetësimi kryesor i ngritur për anëtarëve të KIE. Shkrirjen në një sipërmarrje të përbashkët të shtetit me drogën dhe me krimin. Një tjetër çështje e diskutuar sipas opozitarit ishte dhe ashtu quajtura torturë e bërë ndaj eksponentëve të djathtë politik. Informova se Edi Rama arrestoi në vit elektoral apo vurin proces penal 3 lider të partive kryesore opozitare dhe 3 tjerë eksponent të opozicës u mori mandatet, i marrë në arrest shtëpia, po e marrë në burg. Madje theksoi se takimi në Strasburg sipas Berishës i hapi syt ndërkombëtarëve nga mashtrimet e kreut të qeverisë. Një numër i konsiderueshëm deputet të anëtarë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës shprehen direkt angazhimin e tyre për të ardhur si vëzhgues në zgjedhjet e ardhshme parlamentare. Ndërkaq, kryedemokrati zgjodhi të mos jap detaje lidhur me hapjen e fushatës elektorale ditën e premte, por sqaroi se i pranishëm do të jetë dhe këshilltari amerikan Chris LaCivita.